Verën e kaluar 34 persona humbën jetën në aksidente rrugore, tregoi Aleksandar Nikolov, shefi i njësisë së trafikut në MPB. Apeli për kujdes të shtuar qëndron gjithnjë, por për të parandaluar aksidentet po merren edhe masa nga policia. Në rritjen e mbingarkesës së trafikut dhe në sezonin turistik veror, po përgatiten plane të posaçme në të cilat ndërmerren veprime proaktive, oficerët e policisë janë të pranishëm në rrugët e hapura, gjithashtu në qytete, me apelin që qytetarët të respektojnë sinjalizimin vertikal dhe horizontal rrugor, të respektojnë shpejtësinë dhe kufizimin e shpejtësisë gjatë udhëtimit, të bëjnë pushime të shpeshta, të gjitha me qëllim përmirësimin e kushteve të trafikut, uljen e aksidenteve rrugore dhe viktimave të trafikut. Sekretari i përgjithshëm i Konfederatës së Organizatave Sindikale të Maqedonisë Goce Delçev Todev tha se shoferët duhet të jenë të kujdesshëm me sinjalizimin rrugor, sepse siç tha ai, ka shenja të vjetra dhe ka rregulla të reja për përdorimin e atyre akseve. Mendoj që ende mungojnë elementet të caktuara, sidomos në fushën e drejtimit në atë që është gjithçka negative në rrugë. Ai sinjalizim rrugor, për cilin jemi dëshmitar si organizatë ndërkombëtare policore, ku çdo ditë marrim informacione për rrugë të ndryshme. Për shembull, ka pjesë të caktuara që kanë shenja të vjetra, ndërsa rregulla të reja për përdorimin e atyre akseve. Rritja e ndërgjegjësimit dhe veprimin për sigurinë e njerëzve gjatë sezonit të verës ishte qëllimi i tryezës së sotme të rrumbullakët Vera turistike e sigurt në Ballkan 2025, organizuar nga Organizata Ndërkombëtare e Policisë në Maqedoni. Ekspert në fushën e sigurisë, përfaqësuese nga MPB, agjencitë turistike dhe delegacionet nga organizata ndërkombëtare sindikale dhe policore folën për rregullat dhe rekomandimet themelore për pjesëmarrje të sigurt në trafik, si dhe udhëzimet për sjellje të duhur dhe të përgjithshme, por edhe të udhëtarëve të huaj që do të kalojnë nëpër vendin ton gjatë sezonit turistik veror.